Përshëndetje miq të dashur. Shkojnë në magazin e radhës, prap Hashim Thaqi. Hashim Thaqi miq të dashur sepse na tranun opozita e PDK-s. Thaqi me gënjeshtra, jo me fakte. Kur jesh me fakte, edhe vetë foli. Po me gënjë kështu, për Hashim Thaqin, se kënë se kënë ako ka maj madhi i Kosovës, ose ky e ka ngrit emrin maje qiellit, nuk ka bëva ki. Me rajt ashiqare, s'ka bëva ki. Po s'ka faqë që thonë qysh është baba, del edhe fëmija. Kjo është kryetari i partisë, edhe këta tjerë s'kanë qare pa thonë që a thotaj. Këtu kallëzon miq vlefta e PDK-s, sepse mos me kon Hashim Thaqi, ta shëndronë 22/8, zgjedhjet e ardhshme vinë 18-17. Dhe mund deputet. Cilën televizion të lëshojsh, ku nash në RTK, nash në KTV, nash në Klan Serbia, nash në shtatë për shtatë, TV shtatë, në me thonë që kanë ku t'janë këta të PDK-s, Hashim Thaqi. Po doja gërditi me fakte. Jo me agërdit, sa është kryetari i partinës vetë mirë, po do agërdit e ranën, e kom fjallën. Nuk bon me dalë me rajt me gëni para poplit. Sa e përket puna luftës, se të cilët, ja ishëm kapuqen. Deri sa ju të përzini luftën me politik, gjithmonë kene me pas kritika. Kur kritikat nuk kanë më ju hjek. Oj zoj, Ariana Musliu, dush me dit njëre për gjithmonë, me nda luftën me politikën. Për luft, se të cilit, po thëmë prap, ja hiqëm kapuqen, me qenë se këj po dhe që edhe në luftë së konë. Ka thonë dhe meret, por, prap, ja hiqëm kapuqen. Për politikë, kur falme si kofsha. As Thaqit, as Ramushit, as Limes, as njëve, tyne qka kanë vjedh bugjetën e Kosovës. Këtyne që e kanë cëptu Kosovën. As 5 pare se je për ta. A që kur Hashim Thaqi, për mu prap, që me konë atje, inshallah del nesër, sot, dhe më thonë, nesër, vjen shpit vetën. Pse nuk e meriton për atë. Po flasëm për politikë. Për politikë, kur falmë si kofsha. Na ka pru kofinin në urtibrit. Po për i përsëris, mija herë. Këta ju që ju nuk pëthoni. Zajednicën. Dinarin. Kur si ka një këto sene, kur, heq absolut. E hone me dalë me thonë, e ju, son jo, Thaqi, ka dalë se shkon këta. Shkojnë amiq. Emrin e Hashim Thaqit nuk mundën me pushtru sepse ka lartësu vepra e tij dhe historia. Cila vepër? Edhe narrativen me pushtru. Cila vepra ka lartësu, apo na tregon? Hadë dhe pak miq? Rinë e Republikës Kosovës. Ai deputete pa të shkruar, më nxjerr lexojke. Narrative në njëjtë. Po, a i tha që këmë shkru vetë, kënë rëgjë, asë me to s'pajtona, absolutikisht, me to nuk pajtona. Mirë po, a i ka shkru vetë, edhe e ka lezu vetë. Edhe Donika Gërvalla, edhe këshilltarët e Albin Kurtit, edhe deputet të tjerë televizit vetë vendosje. Mirë po, Zoj, këta që i për përmen ti nuk ka vra baba. Kish kujdes. Se cili ka drejt me lip vrasën e babës. Unë se di kush e ka vra. A mos se cili ka drejt me lip vrasën e babës. Kështu se mos më mërë me këta ti. Merë me politik. Mos dilë të lufta. Me politik. Ti pagush për politik. Nuk mundën me e pushtru. Emrin e Hashim Thaqit nuk mundën me e pushtru sepse ka lartësu vepra e tij dhe historia. Prit. Tash të këqyrëm se çfarë historie ka bo. Beogradit të tre, ka shku në Armeni
Do. Për ta lutur na ndihmo ta ndajmë Kosovën. Edi Rama, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. A është kjo me nalësu emrin? Shkojnë amiq. €4.1 Emrin e Hashim Thaçit nuk mundën me pushtru sepse ka lartësu luftën qlirimtare të Republikës së Kosovës. Dhe pjesë tjera e proceset tjera, sa i përket edhe presidentit, mirë po edhe çështjeve tjera që i diskutoj, e pa që pat vetëm fajsim për opozitën. Mirë po asnjëherë nuk foli për mundësitë e tij si kryeministër me 51% çka po i ofron këtij vende. Të veni i ka afru boll, o zoj. Albin Kurti i ka afru boll t'i veni. Harrove që i thej 17% që shefi ju i kalon, ja kalon Serbis. Po është zoti harrove. Po shkojna se në fund ato t'i ngujna. Çka i ofron është vetëm kriza të vazhdueshme. Dhe adim se nuk e di çfarë kriza ke fjalën. Vetëm një demagog. Dhe demagogët fjalë që kanë sa më të mëdha, aq më shumë që janë në pushtet. Dhe veprat gjithmonë shkojnë duke ju rënë. Dhe ky është problemi me cilin Albin Kurti sot ballafaqohet. Se demokracia për të është shumë e komplikume. Se demokracia kërkon edhe negociata, kërkon edhe shempe, kërkon Shempe. Ndalën pak të shempe. Qish po mendon dhe shempe? Me bu pazare? Me ambasador? Me terminale? Me direktora kutadione? Këto a ki fjallën? Qish po të vjen tërp me dalë me fola aty, pash zoti, kur e din çfarë afere keni, afere në pronto. S'po vjen tërp me dalë me gëni para televizorit. Dëshmetar tërë po i zoj. Po drejtonë ty, sepse ti po folë, për sa po drejtonë ty kështu. Jo veç ty persona, po si për të kë, komplet. Si s'po i vjen marrë me dalë, me folë, me gëny, ashtë i qare para televizori. Hajtë spjegonë në ju lutën. E arruta aferën pronto, a? Ju po folni për korupcion, ju po folni për hajni, ju po folni për tendere. Shturpi i botës, a? është turpi i botës. A më kësoj, a dhe që a i thënë kësoj? Ti thomë që së më ka thonë. Sulmi mbrojtje mirë. Nuk bon këto bre. Dojnë pak me pas pak ftyrë. Mos i thoni sene qasë janë. Thëni ato që a keni mi bo. Mu shaj mendjen poplit. Që poplit që beson. Me këto gënjeshtra që i dalë. Jini e ra 22 deputet. Për ke qardje. Asune në kom qef me konë Albin Kurti 80%, 100%, absolutikisht jo. Duhet me pas opozit. Por opozit si jo, ma nuk nësë me pas heq. Pse? Sepse ju menoni vetëm me vjedh. Ju menoni vetëm të ndera. Ju menoni vetëm me shkatru Kosovën. Juve nuk ju intereson fare se ja të shkosh një pjesë Kosovës. Në Armeni, u shku atje për mi lutë, mi thonë, hajde të bojmë me Vučićin, a? Të ndojmë, me nani mu të ndojmë me nda Kosovën. Kështë turpi i botës. Kosova ka një general. Vesh një. As 2, as 3, as 4, një e ka. Edhe aje ka anën, dhe gjohë vetë. Vesh një komandantës Kosovë, general lejtnant Bashkim Jashari. S'ka dy, një. Tjetra. Beogradit të 3. Këta e një dëgjove. A jeni takuar me Radojqishin po me dresa? A keni raporte me Radojqishin? Ata marrë me ty zoj që kë se ka njoft Radojqishin, së ta ku kur me Radojqishin. A është që gënestra jo. Së në kom po me anije ti ka enët në iman. Ne kemi po që ka qenë zyrit presidencës, kur ka qenë këtë president. E mirë Kosova kër në ka pas president. Këta thuje, po, tu ta pranoj. Me dalë me gëny ashliqare, është turpi i botës. Shkojnë. Një gjë duhet pasur që thashtë të parasysh se nuk duhet marrë vendime që Go. mund të nervozojnë Serbinë në një veprim që i
Zonjë, kjo është me rritë emina, me nalësu emina? Po është Zoti. Me qëto fjallë i dalë para televizion të i thonë të i ditë që këtë të jënë fakte? Mos e gënjeni poplin. Nuk i hanë poplin këto fore mu. U zgju poplin, oj zoj. Ne nuk kemi melon me gënji poplin mu. Se gënjeshtat e juve e kanë shkatru poplin 20 vjet. Gënjeshtat e juve ja kanë pi poplit gjaku 20 vjet me pamu. As keni menu kur për fëmi, që ka fëmi në Kosovë, për shtesa. As keni menu të bile femën. S'keni menu kur, as të njëherë, nuk i keni pos debat për nonat lehona. A jo po delin, po akuzoni Albin Kurtin. Jo, zoj, jo. Ministri Shor nga 100 euro për fëmi. Go. Paga 70% Ky që i pëllu s'ka po kur gjë. Go, zoj. për lehonat nga 6 muajt me u bo po për një vit. Ministri Shor nga 100 euro për fëmi. Ministri Shor nga një pension shtesë pensioniste. Go. Rimbursimi në aftës për bujqit. Ndim 50% për pagën e 13 për sektorin privat. Ministri Shor nga 100 euro për fëmi. A ndëgjove, zoj? Shis të vjen turp me dalë me thonë që Albin Kurti s'ka po kur gjë. Plus kësajna, 17% teritorit, Mitrovicës, peri përsëris që shefi juj, ky që ti penalson, ja dha Mitrovicës. Na ka dhënë Keramkoviqi, turpi i botës. Turpi i botës. Pa halo me keqje, e keqës, deputeti juj nga PDK-ja, që thëjke Radojqiqi, nuk Terroristët nuk negociohet. Terroristëve nuk u hapet rruga, terroristët ose dorëzohen ose likvidohen. Varet, a kanë qenë terroristë ata? Keni dyshime? Keni dyshime? Po s'kan kryer na jak terrori. Grupi me Radojqiqin s'ka kryer akt terrori? Qysh? Grupi me Radojqiqin s'ka kryer akt terrori? Pa. E qa është Afrim Borgjaku? I po është Piti Ramet? Herojt kombit? A i s'ka ka terrorist? Se ka vrato? Zoje ndërume, të tërherë kur dash me bo debat, kur dash me akuzu Albin Kurtin në për programe televizive, dush me di që ka po full. Unë e di që ti e partisë PDK-s, unë e di që ti e livdon, po me shpif, mos shpif. Kalzo realitetin. Sepse Albin Kurti është për popull. Jo. Jo, po as ju, as PDK, as TDK, as njo. Kosovë përpos lëvizja vetë vendosje me Albin Kurtin. Ky e ka nalësu Kosovën, ky e ka nalësu vetën, ky e ka vedësu poplin. Ky peneron poplin, ky pe pagun poplin. Albin baba zemër, Zotit rujt me gjithë familje. Mirë se dashër, kjo është e vite për sot, Zotit rujt, atje ku jeni.